sot vota apo jo? Po unë shpresoj që do të ketë. Sot, si që dini, prej orës 11 është thirrë seanca ku do të trajtohet një sër çështjesh. Pra është përveç çështjes së buxhetit për vitin e ardhshëm, pra për vitin 2026, për të cilën normalisht deputetët e opozitës kanë shprehur kundërshtimet e tyre haptazi, janë edhe disa çështje tjera, janë marrëveshjet ndërkombëtare, pra që janë marrëveshje të cilat janë negociuar me kohë, janë edhe plani rritjes me Bashkimin Evropian që janë 880 milion euro, e nëse nuk ratifikohet sot, pra humbet shanca dhe ka rrezik që të humbin 88 milion euro, janë marrëveshjet me Bankën Botërore, pra mbi 120 milion euro, të cilat po ashtu kanë afat, sepse ka tashmë një vit që po presin për ratifikim në kuvend dhe nuk janë ratifikuar, dhe në një kohë pra në fund të vitit ato skadojnë, dhe ato mjete humbin përfundimisht. Pra mbi 200 milion euro rrezikohen të humbin nëse marrëveshjet ndërkombëtare nuk ratifikohen në këtë seancë. Për më tepër është edhe buxheti për RTK-n, i cili pra s'ka të bëj fare me qeverinë. I gjithë interaksioni i RTK-s ka të bëj me kuvendin si themeluese e RTK-s. Pra nëse buxheti apo nëse komisioni realisht nuk themelohet sot, komisioni për buxhet që prap nuk ka të bëj fare me qeverinë, dhe është e pavërtetë edhe ajo që thuhet që duhet dihet kush është pozit, kush është opozit, te komisioni për buxhet nuk vlen kjo. Definimi apo përcaktimi pozit-opozit vlen për dy komisione që janë komisioni për AKI-n dhe komisioni për mbikëqyrjen e financave publike. Te komisioni për buxhet mjafton që secili grup parlamentar të prezantohet në fuqinë politike që ka në kuvend, mund të themelohet komisioni dhe i njëjti komision pastaj mund të procedojë edhe marrëveshjet ndërkombëtare, edhe buxhetin e RTK-s, edhe buxhete tjera. Pra është e parësyeshme që opozita t'i kundërshtoj të gjitha këto, për më tepër, pra është edhe buxheti i 3 komunave për këtë vit. Pra për vitin 2025 është komuna e Prishtinës, komuna e Gjilanit dhe komuna e Zubin Potokut. Prandaj është e pakuptimt se si SPAK-u LDK janë këtë rast e kundërshton miratimin e buxhetit të Prishtinës për vitin 2025, kur dihet që janë me miliona euro fatura në pritje për këto 3 komuna, pra të cilat për shkak se nuk e kanë të miratuar dhe në fuqi buxhetin e vitit 2025 janë të detyruar pra që të vazhdojnë me shfrytëzimin e alokimit të buxhetit vitit 2024. Zotë Murata, keni kontaktuar me subjekte tjera politike ose me deputet individual para se me thirrë këtë seancë, pasi që dihet që vetëvendosja nuk i ka më shumë se 56 numra? Vetëvendosja i ka numrat që i ka dhënë pra qytetari me vot në zgjedhjet e 9 shkurtit, mirë po qytetari ka votuar për 120 deputet. Ata 120 deputet e kanë për detyrë pra që të punojnë bazuar në interesin më të mirë të Republikës Kosovës, sepse ky është betimi që e kanë dhënë. Nëse ata nuk e respektojnë betimin që e kanë dhënë, atëherë pse janë deputet? Pse kanë dalë me lyp vot tek qytetari edhe me u bë deputet nëse nuk e shfrytëzojnë të drejtën e deleguar edhe nuk e respektojnë betimin që e kanë dhënë? Faleminderit.